طالب العلم خذ من نظمي الدرر واسمع لنصحي وانقل عني الخبر ما دمت تطلب هذا العلم مجتهدا فاخشع ولا تك كالغاوين مفتخرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Jemi tek libri bazat e dispozitave, Umdatul Ahkam. Jemi tek kapitulli I haxhit, tek gusli I pelegrinit, apo larja e pelegrinit. A lejohet një haxhi kur të vishet me ihram ato teshat e bardha, se e din vllazni që kur ti vish teshat e bardha, që to dy pjesë që janë disa kondita që s'duhet mi shkela. Po, mos me pas marrëdhënie me gruan, mos me marr parfum, ose mos mi hek qimet, gjitha këto sena, mos me bot tregtie, gjitha këto gjëra janë që janë kuadër që ti ihrami. E tash dikush mendon që s'lejohet as mu la. Edhe ka pas një debat me sahabive. Hadithi është kështu. Abdullah ibn Hunayn transmeton se Abdullah ibn Abbasi dhe Miswar ibn Mahrama po debatonin me njëri tjetrin në vendin e quajtur El-Abwa. Më thonë, po debatonin këta dy sahabi për një çështje. Cila është ajo çështja? Ibn Abbasi tha, mund ta laj pelegrini, çaj haxhia, mund ta laj tha kokën. Ky tjetri tash i çudi. Çish mund ta laj kokën? Çfarë tha? Ja ktheu Misweri asesi tha jo. Sahabi, ky tjetri tha jo. Bukur. Tha transmetuesi, më dërgoi Ibn Abbasi tek Ebu Ejub el-Ensariu, të cilën e gjeta duke u larë midis dy shtyllash, anën e secilve I kishte rrethuar me një rrobë që mos ta shihnin kalimtarët. Më thonë, Ibn Abbasi e dërgoi Abdullah ibn Hunaynin te Ebu Ejub el-Ensari me pyet apo me kqyr se çfarë do të jep përgjigje. Ky lëre që e pyeti, po në fillim si shkoi pa t'u la. Atër veç përgjigja ishte. Apo? Tha çfarë e përshëndeta dhe më tha, kush je ti? I thash, Abdullah ibn Hunayn. Ibn Abbas I tha, më ka dërgu të ti. Ka dërgu, tha të ti. Për çka? Vazhdon. Tha, si e lon të kokën I dërguar e Allah sasem duke qenë me ihram? Ihram për dini është ajo që do teshat e bardha. Apo? Bukur. Ebu Ejubi e vendosi dorën mbi copë derisa ja pash kokën dhe I tha atij që hidhte ujë. Hidh. A I hodhi uj me kokën në kokën e Ebu Ejubit, ja ktheu I fundit, filloi ta fërkonte kokën para dhe mbrapa, më pas ta, kështu e kam parë pejgamberin a.s. të vepronte. E bëri veprimin, e lajti kokën, edhe në fund çka I tha? Tha çështu e ka bërë pejgamberi a.s. Pastaj në transmetimin tjetër thot Misweri tha Ibn Abbasit, nuk do të debatoj kur më me ty. Se e po që ka gabua, po këtu është edhe një meselë tjetër. Pse është sahabi, apo pse ka jetu në kohën e pejgamberit a.s. nuk do më thonë që 100% këtë senet mi ndëgju për pejgamberit a.s. Se mund mi ikni sen. A e dini vllazni që Abdullah ibn Mesudi, një prej sahabive të mëdhej, ka harru që felek edhe nas janë suret Kur'anit. Ka mendu që janë dua, jo sure. Për punën e magjise, do më thonë mësyshit e këtyre gjëra. E ka harru, Abdullah ibn Mesudi, para më në. Njerëz janë, edhe ata harrojnë. Edhe kjo është mirësi për Allahut që na nuk bën fanatizëm ndaj një personi të caktuar. Kuptimi I këtij hadithi. Abdullah ibn Abbasi çështam, edhe Miswar ibn Mahrama po debatonin një ditë rreth çështjes se pejgamberi a.s. a është la, a ka la kokën, ajo duke qenë në ihram. Atër çfarë bëri Ibn Abbasi I tha këtij transmetuesit Abdullah ibn Hunaynit, shko tha te Ebu Ejub el-Ensariu edhe pyete, a lejohet me la kokën, a nuk lejohet. Ai shkoi që e transmetoi hadithin, e po duke u larë, ja transmetoi krejt veprimin çysh e ka la kokën Muhamedi a.s. dhe është kry si çështje që kjo është dispozit që lejohet mu la edhe tukon në ihram. Pra mos sa ditë je aty me ihram, plus nxiti I madh, mos mu la. Atë çfarë erë keqe vjen subhanallah. Plus asaj ti s'ki drejt me marr erna. Nuk ki drejt me marr erna, me marr parfime të ndryshme. As sapun që kanë erë, po ka atje sapun elhamdulillah që janë pa erë. Veç për pastërti, domethënë. Pastaj thot, çka përfitojmë nga ky hadith? Lejohet larja e kokës edhe kur jemi në ihram, qoftë për pastërti, freski apo kur jemi xhunub. Qysh kur jemi xhunub Ibrahim?
Jo marrëdhënie. Mirë po në ndër, shama njëri është, edhe misal mos e harroni, një detaj të vogël. Nëse jeni duke flajt, edhe jeni me ihram, duhet me pas shumë kujdes mos me mbulu kokën. Kokën me rëndësi është. Kokën mos me mbulu. As jo veç me ihram, po as me çarshaf. S'lejohet me mbulu kokën. Duhet me pas kujdes në këtë aspekt. E mirë, ke flajt, ti ki dhomën tonë dhe gruaja ka dhomën e vet, ku e diunë, po edhe bashkë me një dhomë, s'ka marrëdhënie, po thjesht ëndra edhe u çove në mëngjes gjynëp. Ç'a me bu? Se gjynëp është problem, apo qof për namaz, qof për ibadet e tjera, atë çka duhet me bu? Pa vedi o vllati, në ëndër i ka. Ti e tha xherushëm kur ti je gjatë ditës, çohesh mëngjes, mas namaz sabot që duhet më kona xherushëm, çohesh atë gjynëpje. U krysh lash edhe krypuna, nuk ka asnjë problem këto. Atër çka të lejohet mu la edhe me vazhdu me ihram. E dyta, lejimi i fërkimit të flokut dhe të rrënjeve të tij nëse nuk na bie. Hadith argumentohet lejimi i diskutimit për çështjet e fikut. Domethënë hadith po na kallëzon që lejohet unë me filonin apo fistekin me bëni debat në çështje të fesë, në mënyrën më të mirë, jo me ngrit zonat, jo me inat me shku, po thjesht ti ke argumentin tënd, unë kam argumentin tënd dhe vim përfundim, cila është e vërteta. Ose si që ka thënë Imam Shafiu, thot, çdo herë thot kur kom debatu me të diturin, thot, kum dal fitus. Kur kom debatu me gjahilin, çdo herë kum dal humës, thot. Se s'une kum bin gjahilin, apo unë e fol diçka tjetër, ai fol diçka tjetër, ndërsa i dituri, kur ti flet me një të ditur, normalisht që ai e kupton dhe e pranon. Po ashtu pranimi i informacionit qoftë edhe nga një transmetues i vetëm, nëse është i besueshëm, pasi kështu kanë punuar sahabët. Këtu e marrim edhe një dobi vllazni që disa prej grupeve që janë brenda islamit apo që thënë hadithi ahad, hadithi një personi nuk pranohet. Këtu çka ke ky një person ke apo? Një person shkoi Ibn Abbasi i tha këtij Abdullah ibn Hunenit, shko edhe një person edhe e pranoj prej një personi. Nëse qëtu për vllaznive, unë i di që filoni këtë vllazni që të sinqirt, edhe them shko te filoni, ma e plojmë, pse mos me pranu në këtë lejnë? Nëse është i sinqirt, nëse nuk gënjen, nëse nuk rran. Ka prej grupeve që thonë që transmetimi një personi nuk pranohet. Nëse ka dysh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk pranohet sepse ka mundësi me apërzije sa në ikne, edhe kjo është rrezik kështu, sepse i bimi refuzu fjalët e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Kthimi tek argumentet fetare kur hapen polemika dhe lënia opinioneve vetjake. Ke bo debat, ke menu që s'lejohet, të ka ardhur argumentin nalu para argumentit. Qoftë edhe një fëmijë, je hoç, je dietar, je ku e diunë. Nëse ta bjen argumentin, qoftë edhe një fëmijë se ka raste për shembull, hoxha mundet plot sa në mos mi ditë. Fëmia ka dëgjuar një hoxhës tjetër, edhe thotë çështu hoç, do ti nalesh. Allah që përblef, ka pas prej djetarve vllazni, që në këndë sinqirt, vallahi, edhe kanë spjegu. Gabime kanë thonë. Edhe një prej gjematit, thjesht, i ri, ku e dione që s'ka pas dije, edhe mas dersit, ju ka afru, edhe njëherë prej këshillës është vllazni, mi thonë hoxhës, apo ai që ligjeron me afru, mi thonë, Allah që përbleft, shumë mirë ke ligjeru. Na knaqe, që të pikë, që ka për të merr mendja se e kum lexuar diku tjetër, që tu po më dokut, a mos është gabim, mos jam unë gabim. Më thon thjesht më alon kilën hoxhës me një aspekt ligjërusit. Edhe ai e ka pranë të nesrit kur ka ardhur, apo javën tjetër kur ka ardhur ligjërim, kur e ka pa ato çat njerin që e ka këshillu, çat vllon, çat triun, mi diskret xhamatit i ka thonë atij, hajde mësuesi jam, e ka afru. Më kallzoi Ardi Hoxha, e dini Hoxhën Ardi Hoxha. Ai për Kur'an është specialist. Edhe po tregon me një xhami namaz natës, taraviset natës, te një hoxh që moti e ka kry fakultetin ai. Edhe subhanallahu, Allah është një hoxh kështu i njohshëm në një aspekt, edhe tha këshire mesazhin që ma ka shkruajt. Qysh e ka ul nefsin. Tha Hoxha Ardi, tha, ti tha si specialist e ka thonë. Shumë i ri. 20 vjet ma i ri, Ardi se sa i hoxha. Tha, a ki mundësi me më kallëzu gjatë leximit që lexova namaz, ku kum gabu, ti je ba specialist se one. Tha, mu merë dhe marrë, tha, mi shkujt, mi thot që kum. Unë e unita ta keq, s'mujta. Tha, hajtë se takomi, ka thonë, inshallah, kur takomi, e që kjo është, subhanallah,
ai njeti sinqert edhe njeriu kur e uli vetin para Allahut, azza kur thot gabim jam. Se plot njerëz për shembull i vjen inati me thon. E sidomos në ajo që është më i ri. E sidomos që s'është edhe me ty për shembull, që s'është në atë menexhin tënd për shembull. Hala më inati të vjen mi thon. Mirë po, aja uli vetin, që kjo po sinceriteti e ngrit, me lehtë Allahut subhanahu wa taala. Lejimi i kërkimit ndihmë nga të tjerët kur pastrohemi, pëlqyeshmëria të mbuluarit në kohën që lahemi edhe nëse ekziston mundësia shikimit të njerëzve, atëherë bëhet e detyrueshme, më thonë për më mbulu. Nga pyetja që i shtroi Ibn Abbasi e Abu Ejubit përfitohet se ai ishte i bazuar në argument. E dinte se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka pa edhe kryet më dëgjuam dhe u bindëm, thot Allah në Kur'an, dhe këtë mendim, thot Sheikhul Islam Ibn Taymija, thot pëlqejet gusti për atë që është në ihram, madje edhe kur gruaja është lehon, apo nëse personi në ihram ka nevojë të pastrohet, ti presi gjërat e tjera, apo kuptohet këto nuk janë veçori të ihramit, mirë po kur e kërkon nevoja. Hadithi tjetër është kthimi i haxhit në umra. Vllazni, ju që keni qenë javën e kaluar apo para 2 javë, e dini që na i shtjelluam 3 lloje të haxhit, apo nuk pju thëm me gish, këtë me më thonë, kush do me që gishtën e me thonë që të 3 lloje të haxhit janë. Hajde, bismillah. A i keni majtë mend? Te me tu? Bravo. Jënë 3 lloje të haxhit. Cëllë lloj haxhit e bënë bërse islamin na që e bëjmë, që shkojmë? Te me tu. Cëllë është ma i leti për neve? Te me tu. Pse? Se kemi shkëputje me një aspekt. E bëjmë umrën, nalemi, mas disa dite pastaj shkojmë. Po pse bëjmë këto? Sepse nuk e marrim me veti kurbanin. Ndërsa ka po sahabi, pejgamberi sa me ka marrë kurbanin, sahabit i ka po që se kanë marrë kurbanin. Atër, edhe pse ata e kanë bo për kiran, edhe pse kanë bo për haq tjetër, jo të me të. Mirë po, pejgamberi sa mi ka thonë ndrënë një jetën. Një tjetër kanë pos, për lloj tjetër të haxhit, ndërsa e kanë ndru shkoku që se kanë pos me vete kurbanin. Dhe ky lehtësim është për musliman, 3 lloje të haxhit janë. Lloji i parë temetu, më thonë se marrish kurbanin e ki atje, e paguajsh piktujt, basi sistemi ja paguajsh, basi sistemi ja paguajnë atje, e ky ti ski punë hiç, smiresh hiç. E vallai piktujt me marr kurban. Me se i lësht, apo kupton? Pa në aeroplan me kurban tash. Maseva. Alhamdulillah, lehtësimi Allah ka pru. Pastaj hadithi thot Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu transmeton se pejgamberi sa dhe shokëve të tij dhe shokët e tij veshën ihramin dhe e bën niyetin për haxh. E veshën ihramin dhe bën niyetin për haxh. U kry. Askush prej tyre nuk e kishte marr kurbanin me vete përveç pejgamberit alayhis salam. Këta e kanë bën niyetin, e kanë vesh ihramin, edhe po prisin me bë umre haxh për njerë mi bashku. Ama baje gjithë ditë shkon aty. Se duhet me bë dhe umrën edhe ihramin pa heki këtë ihramin. Dërsa na që e bëjmë të meto edhe njëherë, na e bëjmë umrën, e hekem, liromi, rahatomi, lahemi, ku e dione, këtë senet më mi bo, kur vjen mas të koha haxhit mas disa ditëve, prapë e bëjmë niyetin për haxh, shumë ma litë është. Apo? E tash sa bit, që ka po fish pejgamberi sa me ka pos kurbanin këta tjerë se kanë pos heq. Kur e ka po Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pa pos kurban, atëherë thot ndrën niyetin. Qysh më ndron niyetin? Prej farzit, prej haxhit numra ja Rasulullah, se u ka rrok sahabive. Që shkon kjo punë kështu. Edhe thot çka? Askush prej tyre nuk e kishte marr kurbanin me vete përveç të dërguarit të Allahut dhe Talhas. Ali u erdhi nga Jemeni dhe tha: "Unë kam bërë niyetin për haxh ashtu siç e ka bërë i dërguari i Allahut." Profeti alayhis salam i urdhëroi shokët ta ktheni niyetin nga haxhi në umre. Për një se ki marr, ku i ki kurbanat? Si ki? Ata ktheu edhe një në shtëpi, merri kurbanat edhe njëherë bënë niyetin. Pastaj thot të bënin tavafin, të shkurtonin flokët dhe të liroheshin nga ihrami përveç atyre që kishin kurban me vete. Sahabët që urdhruan për kthimin e haxhit numre thanë: si të shkojmë Mina duke bërë niyetin për haxh dhe organi i ndonjërit prej nesh është duke rrjedhur. Kjo thënie i ron vesh pejgamberit alayhis salam i cili tha: sikur të kthej edhe një herë ajo që kaloi nuk do ta kisha marr kurbanin me vete, unë do të lirohesha nga ihrami nëse nuk do të kisha kurbanin me vete. Pse pejgamberi sa po sikur thot ti shakon prej fillimit. Ma mirë nuk e kisha marrë për atë kurbanin. Dhe më thonë, ju lejoj sahabeve me e bu këtë haxh që shë bëjmë na. Aishës i ardhin periodat, menstruacionet. Edhe me menstruacionet ti tavaf s'mush me bu.
as namaz nuk mësh me bo. Mësh me lexu Kur'an, mësh me pse ka mosmarrveshje mesin e dietarëve, a lejohet gruaja me menstruacione me lexu Kur'an ajo, meselë tjetër është, me bo dua lejohet, nuk ka problem. Thot ajo i krejt të gjitha rritet e haxhit përveç rrotullimit të çabës, me rrotullu që tavafi. Pasi u pastrua dhe bëri rrotullimin rreth çabës, i tha të dërguarit Allah, dërguari Allah, do të ktheheni me haxh dhe umre, ndërsa unë vetëm me haxh. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam urdhoi vllajën e saj Abdulrahman ibn Abu Bekr që të shkonte me të në Tanim dhe prej atje të bënte umrën pas haxhit. Ata që kanë shkuar në umre e din që ka fetva që japin, që na spajtohemi me atë fetva, që veç dalin jashtë Mekkës, në fillim të Mekkës apo në periferi të Mekkës, e bëjnë niyetin për umre për babën e vet. Ta shkon edhe kthehet. Jo, nëse don me bëu ashtu, duhet me shku diku 7 kilometra jashtë Mekkës. Po në Taif, çu shke shku ti po. Hypish taksit dhe shkesh atje, e bësh edhe kthehesh. E jo çaty për një herë te fillimi i hyrjes së Mekkës, sepse Sheikh Albani rahimahullahu taala thotë kjo ka qenë e posaçme vetëm për kan, për Aishën. Kjo ka qenë vetëm për Aishën, pse? Se ka shku me bu haxhin e i kanë menstruacionet. Edhe ka specifik këtu. Edhe kjo, domethënë, e hek nga ajo përgjithësimi specifika, e neve na nuk i kemi ato. Na shkojmë, domethënë te baza atje te 7 kilometrashi dhe shkojmë te Mikati. Mikati çka është? Ibrahim? Ç'a më bën Mikat? Çka duhet më bën Mikat? Niyetin e vishish ihramin. E vishish ihramin. Ç'a është? Kuptimi i përgjithshëm i hadithit, Jabir ibn Abdullah tregon formën e haxhit pejgamberit alayhis salam dhe shokëve të tij, veshën ihramin dhe bën niyetin për haxh, askush prej tyre nuk kishte kurban, çush e kallëzum domethënë nuk kishte kurban dhe Muhamedi alayhis salam domethënë ju tregoi dhe i këshilloi. Çka përfitojmë nga ky hadith? Profeti alayhis salam e veshi ihramin dhe bëri niyetin për haxh duke marrë dhe kurbanin me vete. Kjo gjë tregon se ky është ihrami më i mirë dhe më i plotë. Më thonë, disa për ulemove kanë thonë që kjo pejgamberi alayhis salam është më e mira. Po nuk ka problem me bodhe të metu, sepse të trijat lejohen dhe nuk ka problem. Ndërsa ifrat, një i bjerë, është haxh pa umre. Të metu është umre, ndërprerje, haxh. Kiron çka ke? Me kurban, të dyjat bashkë. Dhe më thonë, si ta veshish ihramin? Prej umrës, si prej ihramin të fillim, si të fillon deri në fund nuk e ikish. Po Allah i bajegi vështirë. Ata që i ka të vesh ihramat e din ç'është është. Pa brek, pa kur gjë hiç ardhen. Dhe më thonë veç, dyja si veç dyja si i vesh edhe djersa e është e mundimshme. Po nisan është, kjo është një lloj përvoje që aty dalin krejt para Allahut subhanahu wa taala nisaj. I ziu, i bardhi, me pozitë, është kryetar, është drejtar, është i varfër, është i pasur, është ku e di pasuni ka, s'ka krejt nisaj. Krejt nisaj para Allahut azza wa jall. A i keni pa vinë presidentet e këtë shteteve? Nisaj. Nëse mumshe me presidentin, a ka dallim dikush që s'nje? Kërkus s'nje. Se para Allahut krejt, po edhe një çështje tjetër është të lodhun, të raskapitun e gjitha gjërat, i ki kjo e simbolizon atë ditën kur do të dalim para Allahut subhanahu wa taala. 50.000 vjet. 50.000 vjet është me dal nën përcëllitjen e diellit. Po, 1.5 milje dielli që është afër e paramendo ata që kanë bërë vepra të mira, ju lehtësohet. Ata që s'kan bërë vepra të mira, më thonë, atyve ju vështërsohet, është çështje shumë e rëndë. Lejohet mosmarrja kurbanit me vete, sepse shumica sahabeve nuk i kishin marrë. Zgjuarësia e Aliut, ai nuk e dinte se kush haxhi është më i mirë, ndaj niyetin e bëri ashtu si pejgamberi sa, lejimi i bërjes së niyetit si dikush tjetër, lejimi i ndërimit niyetit nga haxh në umre që shtan, kurbani e ndalon të dalurit nga gjendja e ihramit. Si ta ki kurbanin, nuk lejohet me dal prej ihramit, pasi kështu ka vepruar pejgamberi sa, lejimi te i kalimit në fjalë kur duhet të sqarohet një çështje, dëshira e pejgamberit alayhis salam për mos marrjen e kurbanit me vete, çush i sqaroi këto gjëra deri në takimin e radhës me mendimet e dietarëve rreth kësaj gjëje. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.